Kryeministri Edi Rama zhvilloi një vizitë në Vatikan ku ndër të tjera u takoi edhe me Papa Leone IV. Në një postim në rrjetet sociale, kryeministri shqiptar Edi Rama dau momente nga takimi me Atin e Shenjtë, ku e shoqëronin gjithashtu bashkëshortja e tij Linda, si dhe djali Zaho. Mirëmëngjes dhe me disa çaste të bukura nga takimi me Papa Leonin e IV, ju uroj një ditë të mbar, shkruan kreu i qeverisë në rrjetin social Facebook. Takimi u zhvillua në Pallatin Apostolik në Vatikan, ndërsa bizetimet u zhvilluan në Sekretarinë e Shtetit të Vatikanit me fokus tek situata në Ballkan, si dhe rruga drejt integrimit evropian të Shqipërisë. Gjatë bisedimeve me Sekretarin e Shtetit të Selisë së Shenjtë, kardinalin Pietro Parolin, dhe me imzot Paul Richard Gallagher, sekretar për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, siç shkruan Vatican News, u vë në dukje gjithashtu marrëdhënia e mirë me Selisë së Shenjtë dhe Shqipërisë, ndërsa u trajtuan temat me interese përbashkët që lidhen veçanërisht me marrëdhëniet ndërmjet bashkësisë krishtare dhe asaj civile. Më herët Rama vizitoi Pallatin Apostolik të Vatikanit, ku prit në oborin San Damaso nga prefekti i shtëpisë papnore. Ndërkohë të mërkurën, kryeministri përcolli lutjet për popullin shqiptar në Bazilikën Regina di Albania, ku gjendet edhe shëmbulltyra e zonjës së Këshillit të Mirë. Vizita vijoi në Bazilikën e Shën Pjetrit në mjediset e Stanza delle Lacrime, ndërsa në përfundim kryeministri Rama dhe bashkëshortja e tij vizituan vendvarimin e Papa Franceskut në Bazilikën Santa Maria Maggiore.